Tung, unë jam praparsimi, sot do të bëjmë diçka me balsamiko, verë të kuqe edhe mjaltë, cila përdoret në të pothuajse 90% të ushqimit. Kështu që arsimi le të na blen çdo çaj përmena edhe le të na blen. Arsimi do më dhona ka ble që kjo është ufull, balsamiko, aceto, kjo është verë kuqe, dhe apo vene kuqe, mjalta. Kimi dhe që to pak ma heret sa mos më naj qitë sytë. Muj me përdor mjaltin, po muj me përdor edhe sheqerin brown, sheqerin e kaft. Na kësaj rrodhe pi përdorim që të dyja. Këto do të me lon pak me u shkri pak mjalta në vete, mirë po jemi përgu të spelon pa shkret më shkri, përja që jesëm si shkrijet të ngjire boll. Këto dy komponente do të me lënë në një temperaturë shumë jo t'ullt, por një temperaturë konstante. Që kjo vetë t'ju me utash. Do të thonë, uflla dhe vena shkojnë tu ovullu. Do të thonë, mbetet vetëm ajo esenca e ufullës edhe e venës. Mjalta veç shkojnë tu e trash pak. Do të thonë, do të mja marrë tamam atë masën e trashësisë dhe masën e homogenizimit që me u përdorë, si të mishi, si të pula, si të mbëlsira, në kjo mund me u përdorë gjithkon. Përdoret në shumëtën e rasteve në dekorim. Ndoshta keni pa ka një kur qitet ajo prami mishit apo mbëlsires a kulloret, ajo si çokoladë që duket, që kjo është çaja masa që ne do të bojmë sot e ka një afat qëndrueshmërisë shumë gjatë, mund me që dhe një muj, 2 muj, dhe më thonë, do për e përdorim tash para sezonës verës, që kjo ne përdorë, se akulloret veç dalin shumë a shumë të në raste i bojmë edhe vetë, që kjo me pas një rezervë. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtoj mishit dhe e zije. Ne vendosim pastat, shtoj mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Që kjo veç ka fillu me utrash, që shukon dhe këtu, që të është tu shterë, tu avullu, të më thonë jetë vetëm ai koncentrati i që ty një komponenteve që ja kemi qitë. Na këto tash mundeme me përdorë. Për mish, për pull, për mbëlsira, për dekorime, pjatë me dekoru. Në e kemë
Po na veç jo improvizojmë, po e qesëm pak na kullore, kështu, sa me pasë se qysh doket. E mira e kësaj është sepse është e gjithashme, po edhe me e mira është sepse ka qëndrueshmëri. Kjo muaj me qëndru, domethënë deri tash 1 muaj, 2 muaj, pa kur pa problemi. Që kjo është që ajo puna e dekorimit. E ka një shije. Part, ëmbël, dhe e di që s'na e kona fort tjetë, mirë, po. Që kjo është që ajo që e kemi pregadit. Ju bof mirë, nesa prap në qka ka me hongër.